Leonidat, përshëndesi, paraqitet situata ditën e sotme në kampin Mek. Përshëndetje, dihet që është një zonë e cila monitorohet rreptësisht nga forcat e sigurisë, të cilat janë të pozicionuara në hyrje të kampit Ashaf 3, pothuajse të gjitha automjetet, kryesisht ato të shërbimit që kanë punë në ambientet e brendshme të kampit Ashaf 3, duhet kontrollohen me detektor dhe të gjithë personat që hyjnë dhe dalin në këtë kamp duhet të regjistrohen ose duhet të futen me anë të kartave të identitetit, të cilat të dhënat e tyre merren në hyrje të kampit. Sot që unë ndodhem këtu është një situatë krejtësisht e qetë, dihet që masat në këtë kamp që prej kohësh janë të rrepta, si kundër edhe sot, ka disa masa të shtuara, le të themi, në një farë mënyre, pasi edhe autoritetet shtetërore gjatë orëve të mëparshme dhe gjatë mbrëmjes së dieshme kanë zhvilluar ose kanë shtuar një kontroll të imtësishëm në ambientet e jashtme të gjithë kampit Ashraf 3. Janë ngritur dronët të policisë së shtetit për të monitoruar të gjithë situatën jashtë territorit të kampit, siç e thash edhe pak më parë. Në ambientet e brendshme të kampit dihet që nuk mund të futet pa një urdhër, le të themi, nga autoritetet shtetërore, dhe për këtë arsye nuk është parë e arsyeshme, le të themi, që në ambientet e brendshme të kampit të ketë një monitorim më të shtuar. Situata duket krejtësisht e qetë, le të themi, në një farë mënyre. Unë pata edhe një komunikim ose një bisedë të gjatë, le të themi, me përfaqësues të mujahedinëve, të cilët ndodhen prej disa vitesh tashmë në kampin Ashraf 3 këtu në zonën e Manzës, të cilët më bën të ditur se kemi një situatë krejtësisht normale. Deklarata e Shteteve të Bashkuara nëpërmjet ambasadës pas ditën e dieshme nuk është bërë vetëm për Shqipërinë, nuk është se ndjehemi të kërcënuar, gjithsesi nga regjimi iranian çfarë nuk pritet. Megjithatë, ne jemi të qetë, Shqipëria ka marrë të gjitha masat, jemi në kontakt drejt për drejt me autoritetet ligjdatuese shqiptare, të cilat na kanë bërë me dije thasë nëse kemi shqetësimin më të vogël, mund të na paraqisni dhe pastaj më pas masat i marrin autoritetet shqiptare.